Po se shikoj kombëtare këtë, unë nuk e shikoj këtë. Gjuhën moderne quhet kundër veprim. Si ishte kjo? Në gjuhën moderne quhet kundër veprim. Më duket unë nuk e shikoj këtë kombëtare. Bëj një lëvizje boshe për të marrë mbrojtësin dhe për të liruar hapësirën. Po sa e bukur ishte kjo, pra le të themi ne duhet luajnë lojtarë tjerë. Ky thoshte, Lisheu ikte nga ana tjetër. Unë të riqesha këtu, të topi nga këtu. Qa bënde Rafli? Po se shikoj unë të Mehmeti tani në këtë moment. Të pyes një sekond. Nuk e shikoj këtë në këtë kombëtare. Jo, por vetëm te goli i parë. Goli i parë veprimi i Brojës, ishte u bë faulli, që mori Ishte me faulli. kokë më çe. Jo, kur mor faulli. Kur mor faulli njëti veprimi. Unë mendoj që pozicioni i Brojës në linjat anësore nuk i marri maksimumin. Për një fakt shumë kryesor. Ai do të jetë nënç tipik dhe të vi në linjat e nënçit fallës që të marrim mbrapa shpinën. Unë mund ta shpjegoj thjesht mendimi im dhe shumë thjesht për të marrë maksimumin këtij djalit duhet punojnë 9 lojtarë, jam shumë dakord me Sokolin dhe skuadra jonë duhet ndërtojë një filozofi loje kur duhet luaj në 1/3 e mesfushës, pra kjo është 1/3 e mesfushës, 1/3 e mbrojtjes së jona, 1/3 e mesfushës, 1/3 e sulmit. Ne kemi 4 lojtarë në linjat e mbrojtjes, kemi një lojtar para mbrojtjes, një teç dhe brojën këtu. Kemi edhe 2 lojtarë anësor, që mendimi im këto është faktori kryesor, që nëse ne do të luajmë në gjysmë hapësirat me këta lojtarë këtu, duke ardhur këtu dhe gjithë mbrojtja të kenë pika takimi, të shkarkojnë pasin dhe broja të bëj kundërveprime siç tha Sokoli dhe t'i marrin mbrapa shpinën e kaçës mbrojtjet, pra të vi, pason Ajeti, ja kthen Laçit dhe broja bën kundërveprimin dhe Laçi nis direkt. Do duhet një lojtar playmaker. Plus që broja është një lojtar shumë i fortë në kundërshtar siç është Anglia me kokë. Në 2 raste kishte kërceu fort me kokë, i mori kohën dhe hapësirën lojtarit 1/90 Burn dhe i dha një asist Hasanit. Pra, I cili ishte i lodhur në minutën 70, teknik, eksploziv, shumë i fort dhe duhet kapësh këto hapësirat me brojën. Nëse ne brojën e vendosim këtu, nuk i marrim maksimumin, e kemi larg portës. Ja ta shikojmë, super, se ka menime ndryshme. Ata kundërshtoj pak sepse vetëm mos na dil për skemë tani, vetëm mos na dil për skemë. Nuk është aq e thjeshtë. Në kombëtare kemi pas gjithmonë tyshe. Unë kam qenë Miretat me Herakli. Problemi është si kuptojmë ne lojën e njëri tjetrit. Kur hapet ai që më hapson. Koordinim. Dhe kur nuk kam më një kështu. Ne kemi qenë 2 me lëvizje. Do të si do të shpreh. Tu nuk dim akoma kë ka partner. Broja kë ka partner. Po pra. Mana i kë ka partner. Është një tango. Por si do ja bëjmë Serbinë, se vetëm ti e di ti bësh golin aty. Erdhi data 7 si t'ja bëjmë. Ti i ke bër golin Beograd, ti di. Ma thuaj një formulë. Si të kalojmë? Formula si kalojmë ne dot në 7, në Tiranë këtu. Altin, të lutem, nuk kemi tenis. Jemi ekipor. Është një ekip, nuk kemi tenis. Sport individual, po. Jemi ekip. Duhet punoj ekipi. Me një strategji. Siç punon ekipi strategji mbrojtje. Po këtu harojnë që mbrojtja më e mirë fillon që në vijën e parë. Në sul. Unë dua që një tyshe të mendohet të jetë paktën unë me Raklin Loza kaq vjet. E njënim me Yllisheun, me X-in, me Y. Unë për shembull me ekipi kombëtar me që se ti pyet edhe personalisht. Po të shkosh videot e vjetra të mia, kam në shumë ndeshje që unë iki me sprint tek për tek. E na nxjerrë fotot kushte sa të na nxjerrë se na nxjerrë çik mallin. Ke video, do të thënë, unë personalisht, me qenë se krahasove me Brojën, unë e kam Ta arriti Mana i me 10 gola tani, u bën 10. Problemi Sa ndeshje ka luajt Mana, sa ka luajt Kushta, aty është. Shikoj, ishte e bukur se pas statistikat kishe në 3 ndeshje 1 gol. Shumë e bukur si statistikë. Ky është dallimi. E kam këtu, unë. Shikojnë që Kushta se duhen këto. Nedia, shikojnë që Altin. 31 ndeshje 10 gola këtu me flamurtarën e madh. Këtu është me Barcelonën. Me Barcelonën, në ndeshje me Barcelonën. Po pritet një sekond. Një sekond ta shijoj pak të moment. Kam dhe unë momente që duhet të shikoj. Shtatësi i madh, Tigri i thonin në Greqi, kur e hapshin gazetat, Tigri shqiptar. Ka qenë emigram. Fantastike fare.
Shika, me ke... Ti ishte me Partizan Beogradi dhe pa. Me kujtim Ajacin e madh. Super fare. Shiko, Ua, qa fotosh. Qa kujtimet. Këtu me qimuqën. Me qimuqën, nuk je? Po, qimi. Me qimin është, e? Qimin, po. Me qimuqën, bo qa violine muqa. Këtu? Ajo bluza. Geri Lineker, gazetari me i madh sportiv. Tashmë, Geri Lineker. Është analist sportiv. analist. Ja, s'është analist, është moderator. Mirë, po analist. Është Analiza ka kaluar moderator. Po mirë, është moderatori më i paguar në Britani. Tjetër gjë më mund të ishte më i paguar, po nuk ka si gazetar. Ka si analist. Ore dakord, po bë moderatorin. Ky e drejton emisionin. Se i nxorë një foto kushës pak më parë, po hiku ajo. Kishte bluzën e Barcelonës. Ja, me masa i kthejnë regjia prapë. Si ja u dha Barcelona ato. Kush ka qenë më i shpejt, Broja apo ti? Si di parametrat e Si di parametrat, ti e di sa ke bërë 30. Janë specialistë. Po s'ka tani, nuk e tregon. nuk bëjnë ndryshe tani, pjesën e testimit tani. Edhe ky herë ka qenë. Ai ka qenë më shpejt, edhe 100 metra. Kështu vetëm kur ikte. Edhe në shkollë ishte më shpejt se edhe në shkollë që ke 100 metrat, ka qenë më shpejt se sprintierët që Sa bën 100? Unë e bëjë tek 1:10. Jo, 10-8 e ke pas më të mirë, kujtohet që... Shiko, kushta 30 e fundit e ka pas... Jo, 30 kemi qenë 3-4 veta që ka qenë 3-9 që ka qenë... Jo, 3-9 ka qenë mesatare, pasaj 3-7 ka qenë më njëra. Kushta, shikoj që këto foto se du një emocion vetëm, një fjali kështu për këto... Fadil Vokri ishte, me Partizan. Fadil Vokri, me Partizan. Altin. Vetëm për këta, jo për kombëtarët. E dedikove muhabetin. Kishim një Po muhabet. le kombëtarët se do shkojmë reklama, vetëm 30 sekonda për këta. Qarto. Jo një kujtim kështu, momenti më i bukur. Ka momente jeta plot. Një që të ka lënë gjurë. Golin që ka për Perlat Musës. Je ke bërë ti? Po e harrova të Partizan e Beogradit Ja, tani. kjo- Si qa findesh për mua tani. Po e me Partizan e Beogradit. Sulqe, kjo është bluza e Barcelonës. Kjo, Që sepse është blu me të kuqe, flamurtari lënë të kuqezi. Edhe shiko sponsor, se dalloj sponsor që ka pas. Super fare. Okej, hajde bë sepse na duhen të çik muskuj për palestrat. Patjetër Vera, po vjen kështu që duhet E Nedia, hecim. sa më shpejt. Matrix Fitness Center është një nga palestrat më unike në Tiranë. Me një sipërfaqe për 700 metra katror dhe pozicionuar në katin e dytë, ofron një pamje piktoreske përmes vetratës së xhamit që mbushin hapësirën me dritë natyrale. Palestra është e pajisur me teknologjinë më të fundit. Klasat e ndryshme sportive dhe aktivitetet për fëmijë janë gjithashtu të pranishme, ndërkohë që stafi ynë i kualifikuar dhe i përzgjedhur siguron një shërbim profesional dhe të këndshëm për çdo klient. Me një ambient që jep një tjetër dimension sporteve, Matrix Fitness Center gjithashtu ofron sauna për relaksim pas ushtrimeve, si dhe parkim të dedikuar për çdo klient. Nga Matrix shkojmë për break. Një shkëputje publicitare.